Erdhi momenti për të paketuar dhe për të nisur garderobën që kam shit në Vinted. 6 porosië për të bogati, kështu që le të vazhdojmë. Fustani i parë që të paketojmë është ky nga Mango, që është super i gjatë dhe plot me ngjyra. Do ta vendosim në këto qesët që kam blerë sot. Blit edhe këto pakut e vogla me karamele që do vendos të mrena. Për çdo porosi dhe për çdo qesë do shtim këto haribët që janë të ndryshëm dhe diçka të vogël si thash. Të mbyllim pakun edhe të vendosim etiketën pastaj. Vendosim edhe etiketën dhe tani porosia e parë është gati. Vazhdojmë me 5 tjera. Ku kemi fustanin e gjatë nga Zara me pika. Mos harrojmë karamelet. Edhe t'i vendosim etiketën. Unë konfundohem që të përdor diku tek 10 metra ngjitse se kam hallin që mos të hapet paku gjatë udhëtimit dhe mos të hiqet etiketa. Porosia numër 2 është gati. Porosia numër 3 është ky fustan i rozë saten që më shumë se pa të bëj një video super virale këtë verë. Ja ku e kemi, e kam shitur edhe këtë se mbitet super i ngushtë dhe i shkurtër. Që ka një ngjyrë me vërtet super të bukur dhe më dhimbë të diçish po e shes, po më bëhet çifi sepse dikush tjetër do e vlerësoj më mirë. Porosia numër 3 gati. Sa kemi fustanin të shkurtër nga Zara me këto fjongët, karamele. Në këtë moment unë kuptoj akoma më shumë se kam lënë për të bërë këtë gjona. Porosia 4 gati. Fustani numër 5 është ky vishne me këto xixa. Ne do polosim edhe do vendosim gjithmonë në qesës me disa karamele. Edhe porosia numër 5 është gati. Edhe porosia e fundit është ky fustani po nga Zara që është saten edhe është Leila. Nëse ka dikush që mund të më ofrojë një punë të tillë, unë e pranoj me gjithë qejf. Kemi këtë porosit që do nisen nesër, po ndërkohë do ju them shumë faleminderit që keni blejt dhe në vend të dytë ti gëzoni. Ciao.